Teksa në ndajnë vetëm disa ditë nga nisja e provimeve të maturës shtetërore, nxënësit fillojnë përgatitjet shumë më herët. Një nga praktikat më të zakonshme që ata ndjekin për të pasur rezultatet e synuara janë edhe kurset private për të cilat ka një interes tepër të lartë. Shumë nxënës i drejtohen qendrave të kurseve për rezultat maksimal, e ka të tjerë që synojnë vetëm të kalojnë. Interesi kryesisht është goxha i madh, por varet gjithmonë me sipas objektivave që secili nxënës ka. Kryesisht kurset përgatitore për maturën organizohen për lëndet e shkollës, siç është matematika, gjuha apo lëndet me zgjedhje, dhe pastaj janë për gjuhët e huaja ku futet anglishtja, frëngjishtja dhe gjithë gjuhët e tjera që mund të jenë me zgjedhje. Interesi më i madh kryesisht është ke lëndet e shkencës, matematika, fizika, ku aty hasen dhe vështirësitë më të mëdha, ndërsa dhe tek gjuhët e huaja, kryesisht anglishtja është kryeson gjithmonë listat. Klasë e madhe me një numër të konsideruar nxënësish nuk i ka gjithë nxënësit të një niveli. Dhe detyrohet që secili student të ndjeki kurse apo konsulta private në mënyrë që të arrijë objektivin, pasi dhe objektivat mos janë njësoj. Ka nxënës që vjen sepse thjesht do ta marrë provimin e maturës, pra mos të ngeli në maturë apo të ketë një rezultat specifik, ka dhe nxënës të cilët vinë për objektiva maksimale, pra do shumë më tepër se sa merr në shkollë. Nikola shprehet se shpesh herë maturantët kanë boshllëqe të theksuara në disa lëndë, të cilat kërkojnë t'i sheshojnë gjatë fazës përgatitore. Kanë një mangësi shumë të thelluar, e cila nuk është se vjen vetëm nga pjesa e vitit të maturës apo vitit të gjimnazit, kryesisht kanë mangësi dhe nga pjesa e ciklit nëntëvjeçar, pra janë boshllëqe që mund të jenë të akumuluara gjatë viteve dhe normalisht është pjesa që sa më vonë t'i lesh, aq më e madhe vjen vështirësia. Kryesisht nxënësit e rretheve janë më të sistemuar dhe kanë disiplinën pak më të madhe, sepse kanë objektivin dhe nevojën shumë më të madhe. Ndërsa për sa i takon pjesës diferencës, po ka diferencë, sepse kryesisht nxënësit e rretheve kanë shumë mangësi në mosdhënien e shumë temave të cilat i mungojnë. Megjithatë, edhe këto kurse kanë kosto të larta për familjet, pasi shpesh nxënësit ndjekin edhe disa kurse paralelisht, ndërsa mësimi mund të bëhet individual ose në grupe në varësi të dëshirës, përgatitjes dhe buxhetit të planifikuar.